Mbani vaj ulliri në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 9 probleme. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes zgjon shëndetin në organizëm, i dhuron trupit energjinë ndërsa forcon imunitetin, sigurisht edhe mirëqenien. Është padyshim një nga dhuratat mrekullibërëse të natyrës dhe kjo është receta me vajin e ullirit. I pasur me vlera kurative, vaji i ullirit mbetet mbreti i shëndetit të mirë dhe kuzhinës së shijshme. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës, por krahas kësaj, vlerat që çliron vaji i ullirit në çdo gatim janë mirëbërëse për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas të dhënave të Brightside, konsumi një lugë me vaj ulliri çdo mëngjes ofron benefite të qëndrueshme për një organizëm të fuqishëm për gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht vajin e ullirit janë më pak të prirur që të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak, nivelet e larta të kolesterolit të keq. Vlerat ushqyese brenda një luge të vetme me vaj ulliri janë vërtet të larmishme. Por çfarë e bën vajin e ullirit më të mirë se vajrat e tjerë? Vaji i ullirit lidhet me numrin e përfitimeve më të mira për shëndetin kardiovaskular në vendet që e konsumojnë krahasuar me ato që nuk e përdorin. Studiuesit kanë zbuluar se vaji i ullirit e mbron trupin ndaj zhvillimit të qelizave të dëmshme. Ata kanë arritur në përfundimin se vaji ul aktivitetin e P21-ras, një onkogjeni që parandalon dëmtimet e ADN-s. Studimet tregojnë se ndryshe nga vaji i misrit, i cili rrit agresivitetin e komplikacioneve, vaji i ullirit kishte efekte krejt kundërta, duke pasur ndikime më të larta sidomos te problemet e gjirit. Një nga përbërësit e vajit të ullirit është oleo kantal, një lloj fenoli natyral që mendohet se nxjerr jashtë proteinat abnormale të Alzheimerit nga truri. Për të mbështetur këtë informacion, studiuesit kanë shpjeguar se sëmundja e Alzheimerit është më e vogël në vendet e mesdheut ku konsumi i vajit të ullirit është më i lartë në botë. Organizmi do të jetë më i fuqishëm dhe më energjik me përdorimin e vajit të ullirit. Të mirat e vajit të ullirit në aparatin tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje me ushqyerjes dhe radikaleve të lira. Studime të shumta kanë treguar për nivele të ulta të problemeve në aparatin tretës, përfshirë stomakun dhe zorrën e trashë. Kjo më së shumti atribuohet polifenoleve të vajit dhe antioksidantëve të tij antiinflamator. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik dhe ristol. Ai ndihmon në shmangjen e problemeve të pankreatitit akut, që është një inflamacion i menjëhershëm i pankreasit. Ndaj, edhe nisja e ditës me konsumin e një lugje dhe vaj ulliri është veprimi ideal për të fuqizuar organizmin dhe për t'i dhënë atij energji gjatë gjithë ditës. Siguroni të konsumoni vajin e ullirit çdo ditë në mënyrë që të siguroni jetëgjatësinë e shëndetit tuaj. Një lugje dhe vaj ulliri çdo ditë mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë për organizmin tuaj. Hipokrati, babai i mjekësisë, e përshkruante vajin e ullirit si lëngu më i mirë terapeutik për shëndetin e njeriut. Ai e rekomandonte atë për shumë trajtime dhe probleme që preknin edhe rrugët e frymëmarrjes. Një prej këtyre problemeve është edhe kolla, e cila është e mundimshme dhe rrugët e frymëmarrjes mund të vështirësohen. Sipas të dhënave të Brightside, vaji i ullirit zbut frekuencën e kollitjes, duke lubrifikuar fytyn dhe paksuar nevojën urgjente për të kollitur. Vaji i ullirit përbëhet nga shumë antioksidantë, të cilët kanë aftësinë të shkatrojnë radikalet e lira dhe të forcojnë imunitetin. Nëse vuani nga kolla, ekspertët rekomandojnë pirjen e një lugje dhe vaj ulliri çdo ditë. Rekomandohet vaj ekstra i virgjër i ullirit. Gjithashtu edhe të vegjëlit mund të konsumojnë vajin e ullirit edhe të ëmbëlsuar me pak mjaltë. Me vajin e ullirit ju mund të përgatisni edhe një shurup të lehtë i cili lufton kollën dhe zbut inflamacionet e fytit. Për këtë shurup duhet të ngrohni gjysmë gote ujë me vaj ulliri në një tenxhere dhe më pas të shtoni çerek gote ujë me lëng limoni dhe çerek gote ujë me mjaltë. Konsumoni një lugje dhe nga ky shurup natyral çdo 2 ose 3 orë për të zbutur fytyn dhe për të luftuar kollën. Gjithashtu, vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë edhe në zbutjen e inflamacioneve.
Vaji i ullirit funksionon edhe në eliminimin e inflamacioneve të fytit në mënyrë efikase. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit ka agent antiinflamator siç janë ilaçet që përdoren për të njëjtën arsye. Nëse kolla juaj shkaktohet nga plura dhe papastërtitë që nxisin inflamacionin, atëherë vaji i ullirit mund të jetë një zgjidhje ideale, por tregoni kujdes. Recetat natyrale ndihmojnë në paksimin e kollës, megjithatë nëse ajo është e fortë dhe tronditse dhe shoqërohet me dhimbje, atëherë duhet të konsultoheni me mjekun për të evituar kështu dëmet e përdorimeve të saj. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij çdo ditë do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Njihet për efektet pozitive të zemrës dhe mrekullitë që bën për trupin që shkojnë përtej kësaj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë gjelle me vaj ulliri. Për këto arsye, përmirëson dukjen e lëkurës suaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen, enjtjen dhe ngadalëson shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si dezinfektues natyral. Ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e peshës. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit ka efekte pozitive në peshën trupore. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3-vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Kjo nga ana tjetër ndihmon në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuar nga inflamacioni. Vaji i ullirit do të përmirësojë shëndetin e zorrve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është provuar të luftojë baktere dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të zorrve. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë kundër demantinës. Një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në trup. Një grup ekspertësh nga Universiteti i Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal që gjendet te vaji i ullirit ekstra i pastër ka fuqinë të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i spastrojë ato. Parandalon gjithashtu radikalet e lira. Vetitë e vajit të ullirit janë të mira në luftën kundër lloje të ndryshme të komplikacioneve. Dy llojet që janë testuar më shpesh lidhen me sistemin tretës dhe problemet e gjirit. Vaji i ullirit është i pasur me acidin oleik që parandalon formimin e qelizave të dëmshme dhe antioksidantëve fenolik, të cilat kanë veti kundër inflamacioneve. Ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në trup. Konsumi i vajit të ullirit nga personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit si dhe ndihmon në rregullimin e niveleve të tensionit të gjakut. Përfitimet që vijnë nga vaji i ullirit janë të larmishme në rënien e peshës, pasi ndihmon të digjni dhjamin e tepërt dhe sigurisht i kombinuar me dietën dhe me ushtrime të duhura mund të cilësohet një zgjidhje mjaft e mirë efikase kundër këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.